Si mund të korrigjojmë karmën tonë financiare? Çfarë mund të bëjmë nëse në trekëndshën e karmës tonë financiare mungon ose ka vetëm një pjesë? Pjesa lidhet me logjikën dhe intuitën financiare. Kjo nënkupton aftësinë për të marrë vendime të shpejta, efikase dhe logjike financiare bazuar në përvojën e njerëzve të tjerë dhe në vlerësimin e saktë të realitetit. Në rastin e mungesës së pjesave ose të vetëm një pjese në trekëndshën e karmës financiare, personit i mungon ose e ka pak të zhvilluar logjikën financiare. Si pasojë e mungesës së intuitës dhe logjikës financiare, personi është i prirur të kryejë investime jo fitimprurse dhe gjithashtu të mos pendoj për pasojat e vendimarrjeve financiare të tij. Ai mund të kryejë blerje të pamenduara mirë dhe gjithashtu të përfshihet në investime të dyshimta financiare. Mënyra më e mirë dhe më efikase për arritjen e suksesit financiar nga ana e personave që kanë një ose asnjë pjesë në trekëndshën e tyre financiar është që ata të konsultohen me personat që kanë 2 ose më shumë pjesa. Për mënyrën tjetër të përmirësimit të kësaj karme financiare, na ndiqni në pjesën 2.